Ja të kemi rikthyer, vazhdojmë të jemi me Gjenkin, natyrisht, se më duke se të pyet edhe përpara se të nisnim, nga ka ardhur ky pseudonimi Gjenki që të thrasin shumë tani? Nga vllai, duket. Nga vllau. Okej, nga Binjaku. Nga Binjaku. Okej. Në shkollën e mesme. Pastaj është ndalu një kohë se nuk më pëlqente. Dhe u rikthye tani. Dhe u rikthye në Big Brother. Tani jam kurioze, a thuhet do ketë qarë Binjaku këto momentet që qave edhe ti në studio? Ne e ndjejmë edhe kur s'jemi afër. E përjetoni? Po e përjetojmë kur nuk është mirë njëri tjetri dhe marrëm direkt njëri tjetrin. Rëthyem në pjesën e parë momente shumë të rëndësishme padyshim të jetës, edhe jetës tënde, edhe të vështira. Ti e the pak më përpara, nëse do ta shinit zemrën time, do ta shinit që është e bërë copa-copa. Edhe se ke vuajtur shumë në jetë. Kur ti ishe 15, ju largoni familjarisht ikni në Suedi, apo jo? Dhe një pjesë të rëndësishme të jetës e ke kaluar atje. Padyshim fillimet kanë qenë vështira, megjithatë ti ja dole, mbarove shkollën, fillove të punosh, ke mbaruar për mjekësi apo jo? Apo infirmieri? Si ndihmëse mjekes. Ndihmëse mjeke. Interesante, domethënë shkollimi që ke bërë edhe kjo ëndra jote për televizionin, për modelingun. Unë shkollën e kam kryer sepse gjithë familjarët duan. Okej. Ato drejtim, por mua s'mo flente shpirti. Kisha shumë qef që i ndihmoja më të moshuarit dhe fëmijët me aftësi të kufizume, por e mesha shumë afër zemrës. Qajsha se shkojsha në shtëpi. Edhe pas 3 vite vendosa të ndroj. Fillova me punu në restorant. Pse qaje? Qaje sepse ndërroje modelingun, doje të bëj një punë tjetër? Jo, qaja sepse nga se ata ishin të vetmit, unë kisha një orar të caktume, që dësha më shku në shtëpi, ata më mërzitshin, edhe... Të moshuarit për cilit kujdeseshe? Po. Dhe ose ka pas dhe fëmijë që kanë qenë me aftësi të kufizume. Raportin me dashurin, si e ke? Je lënduar, je zhgënjyer? Shumë. Je tradhtuar? Po. Dhe tani, i them gjithë njerëzve që momentin që unë shoh që po dashurohem, unë largohem. Sidhem dhe keq me ty që të më marrësh inat që të largohem nga ti, sepse i friksohem. Kam qenë një herë dashuruar në jetë. Ke patur një lidhje gati 5 vjeçare me një djalë turk apo jo? Po, ka ndodhur në Suedi, besoj. Po, kam qenë e fejume, ne kemi dhe bashkëjetu dhe pak para martesës u ndam. Pra kishit bërë plane për martesë? Po, kanë qenë gjithçka të caktuara. Data, koha. Kishin ndarë dhe ditën e dasmës? Po. Çfarë ndodhi, nëse mund të pyes? Gjëra shumë të këqija. Që 3 vitet e para, thash ma në fund, ai shpirt i vogël që vuajti shumë, gjetë të pakten një burr të duhur. Dhe dashuroja me gjithë shpirt e gjithë zemër. Po ai? Isha ajo goca, në fillim fare më dashuroj shumë, sepse më ka respektu pa fund. Po çfarë? 3 vitet e para, ja ta them. Edhe ishte ai personi që unë po të shikoja një gjë nga aty, ai ma sete në durët e mia. Dhe ma sete në mënyrën që ta duash dhe ma shumë, sepse më vlerëson të shumë, si gjenet që jam. Por, filloi ajo xhelozia nga pikspari nga nëna e tij, që unë jam shqiptar dhe ata ajo donte një grua turke për djalin. Po, edhe filloi nga ajo, filluan dhe probleme tjera, filloi dhuna, dhe në fund filloi tradhtia. Dhe kur filloi tradhtia nuk e fala. Filloi dhuna the? Po. Pra ka ushtruar dhunë fizike ndaj teje? Po, ne kemi dhe denoncimen, kemi pas dhe gjëra shumë atje që prandaj nuk e kam fol asnjëherë shumë pjesën e tij, sepse nuk na lejohet as të jemi afër njëri tjetrit dhe as të flasim për njëri tjetrin. Sepse kam pasur shumë probleme nga ai dhe saqë kam qenë e detyruar ta denoncoj sepse më preku dikur dhe tek familja. Në ç'kuptim? Të preku tek familja? Më kërcënonte për vllahun dhe motrën. Dhe aty ku më preki mua, aty ka lej çdo limit tek unë. Ndërkohë babi e dinte ose familja e dinte çfarë ndodhte aty? Në fillim nuk ja kam thënë asnjëherë. Sabria dhe motra ishin ato që më thoshin mua që ti nuk po dukesh e lumtur, sepse
unë 4 vite nuk ka marrë fare në Kosovë. Nuk më lente aj. Edhe familjen kur e takoja njëherë në s'di sa. Por ai rrinte non-stop në telefon. Kishte gjithmonë frikën që unë po largohem nga ai. Pra një lloj kontrolli ndaj teje. Shumë kontroll, shumë toksik. Edhe njëherë më ka pa një shenjë tek dorë. Edhe i thash jo jam vrarë, dhe në thash e kam rrok, duke marrë rroba. Kur ka pa ta Sabria, zonja Sabria? Motra, pastaj i ka thënë edhe më tha ajo më shef në sy dhe më thuaj. Dhe nuk mund ta gënjej, fillova vetëm me qa. Dhe më tha, ti e di që dera jote është e hapur këtu, se të kam rrit. Dhe nuk do të lëshosh një gjë tjetër. Thash, jo, veç jam mërzit, thjesht jemi e zën pak. Edhe nga se që jam e dashuruar, thash jam mërzit. Nuk i tregova. Po, kur filloi dhuna me të madhe, atëherë filloi dhe të rasthiha, edhe donte me mbo me zën me qenë me të, më kërcënonte vazhdimisht, më fuste njëri mrapa, thyen të banesa, thyen të makinën, dhe aty u detyrova. E denoncove. E arrestuan? Ka shku procedurë gjatë, andej. Por ka marrë atë që e ka meritu. Dhe unë, pas ndarjes nga ai, 1 vjet e gjys kam luftu me veten. Në që kuptim? Pse? Çfarë? Po i kisha frika të paragjikimet, sepse pikë spari nuk doja të lëndoja babin. Sepse do i thëshin, mund një të huaj, e nuk ora atu, do i ngjoj nanës. E ke parasysh këto Fjalët e njerëzve. Fjalët e njerëzve, e mahallës kryesisht. Dhe nuk doja që ai të lëndonte. Por u zhduka, nuk fola fare me askënd. Në një moment të dur, më gjen Sabria dhe më thet, ti nuk do largosh nga familja se ti mendon që njerëzit do flasin, njerëzit flasin. Do flasin gjithmonë. Dhe po kështu dhe ajo më tha dhe më mor afër dhe ajo është mjeke. Edhe motrën kam duke studiu mjekësinë dhe nuk është vetëm mjekje që për njerëzit që janë ndihmon në spital, po është dhe mjekje e shpirtit. Atë shumë më kanë ndihmuar mua në atë kohë depresione, saqë them nuk di si doja kthej ndonjëherë. Po thuaj që pas kësaj ndarje edhe denoncimit që i bëre, kalove një periudhë depresioni? Shumë. U mbylle në vetvete? U mbylla në vetveten, tentoja t'i bëj vetes dëm, sepse do isha vetëm thjesht të zhdukem. Mos t'jetoj më. Nuk Pse ndihesh e fajtore? Çfarë ndjeje? Çfarë jo, mendoje? po ndihesh, thoja Zotit vetëm pse mos provo mua kaq shumë. Edhe të kalosh me diko 5 vite, të jetosh, të zgjohesh, të flesh, të hash, të pish me të, është shumë e vështirë të fillosh në jetë nga zero. Ne edhe punonim bashk. Edhe ai nuk më lente mua sa filloja një punë të re, nuk më lente fare as të punoj diko tjetër. Shkonte i thënte ishte nga puna. Me ardhën Kosovë, më dhem të zemra, nuk doja ta lëndoja babin. S'doja t'i tregoja. Fare. Po ai e dinte, babi është një person që i mon mrenda, nuk i shfaq. Por dhe ajo në atë kohë më ka nejtë shumë afër dhe më ka thonë që nuk ja vlen të jetosh një person që shton dhunën ndaj teje. Ti the pak më përpara që Kështu që kjo është arsyeja pse unë i friksohem dashurisë, sepse unë dhe në shoqëri, edhe në Big Brother, e kam pa shumë njerëz, të paktën ata që e kam pa Bigun nga fillimi deri në fund, unë kur dua dikon si në shoqëri, si në partner, unë nuk paragjikoj se çfarë jete ti bën, nuk të paragjikoj se çfarë ti ke përjetuar më herët, unë të dua ashtu siç je dhe luftoj për ty. Dhe tani, kur kam diko afër meje, unë i largohem, sepse i friksohem, sepse do zhgënjehem. pra Dhe mendoj që ka ik pak ajo koha e dashurisë, si kemi Se dashuru sinqert. më herët, po. ke Tani të rrothojnë dhe më lehtë, mashtrojnë dhe më lehtë, ti the pak më përpara që si quhet bëm motra? si qindë. Si quhet motra? Ka emrin Lamra, por ne e thrasim Lea. Ose Lilushi? Lilush e thrasun. Pikërisht. Kush ta tha ti atë?
Sa gjëra dim ne. Ua. Pa jo foli tek parë me mu dhe s'ka dhëna si gjë. Dhe që Lilushi të tha që e ke gjithmonë derën e hapur. Edhe ishte ajo që e kuptoj që ti si ishe mirë. Dhe s'ka si motra në fakt. Motra ka qenë e vogël në atë kohë. Por mua ajo është gjithmonë Lilushi i vogël. Nuk e paramendoj që ajo po rritë dhe tani unë flas me të si shoqe. Por ajo ka qenë gjithmonë që është zënë me ishte fejuarin tim, është mbromte. Më mbron dhe tani me çdo personazh, dhe tani edhe ndonjë koment që shkruajnë, ajo është ajo që i kthen përgjigje. Po, gjithmonë. Shiko, jep jetën për mua, por unë e kam ato pikë të dobët. Unë them që nuk la mas asnjë gjë kur është në pyetje leja. Tani Lilushi mund të jetë vogël, po fjalët i ka të mëdhaja. Ua, çka ka bëti? Ja si shpreh ajo. Ku? Çfarë të bëjmë ti? Ndonjëherë mendoj se sa shumë domethënie ke për mua, edhe kuptoj që fjalët nuk mund ta shprehin dot plotësisht. Gjithmonë më ke qëndruar pranë, me krah hapur, edhe me një zemër që gjen forcë gjithmonë për pak më shumë. E dua mënyrën se si qeshim bashk, për gjërat edhe më të vogla, si kuptohemi pa patur nevojë të flasim. Ka diçka të veçantë në lidhjen tonë mes motrave. Një mirëkuptim i heshtur edhe një rrjet i padukshëm sigurie. Ke qenë shoqja ime më e mirë, pasqyra ime edhe ndonjëherë e vetmja që më ke parë, ashtu siç unë jam vërtet. Faleminderit që je ti, faleminderit që nuk lodhesh kurrë dhe që më bën të ndihem si në shtëpi, thjesht duke qenë pranë teje. Ti nuk je vetëm motra ime, je shpirti im binjak, Lilushi që të do pafund. Ky është momenti i parë kur ka marrë në krah dhe nuk del shoja asnjëherë. Edhe shumë mirë do bësh. Po kam përshtypjen që as ajo nuk do të lëshojë asnjëherë. Është e dua shumë sot që nuk e marr më mend dhe është shumë e vërtetë që kuptohemi me sy. Nuk kemi nevojë të flasim dhe kur kemi ato 5 minuta tonë, nuk e ke idenë se sa shumë qeshim dhe i them ndonjëherë. Sepse ajo nuk e do pjesën e televizionit, i them, hajde bëjmë një reels vetëm një ditë tonën. Dhe thët, moj, do lam navne. Se si qeshëm, se si e jetojmë vetëm një ditë bashk, do kishte pas lezet ta shifni. Po mirë. Ja, e gjeti mënyrën për të qenë pjesë e kësaj interviste, përmes fjalëve. Edhe ajo është vetëm arsye pse ajo nuk ka qef, sepse ndoshta edhe njerëzit paragjykojnë sepse nuk kanë ardhur. Dhe unë jam ajo që du ta ruaj atë. Patjetër, ata kanë gjithë drejtën e botës privatësinë e tyre ta ruajnë. Nuk du, sepse nuk du asnjëherë që ata të kenë një lot nga unë, që t'jem unë shkaktarja. Dhe fatkeqësisht detyrohem ta ruaj kështu në privatësi momentet e mia me ta. Hedh ndonjë foto, ndonjë video, por nuk është që hedhim shumë. Ti the tani kur vjen puna tek dashuria kam frikë. Ka ndodhur më që ti jesh dashuruar sërish pas kësaj historie të vështirë dhe që të ka lënë pasoja? Kam qenë rrugës dhe e kam dalë veten. Ke qenë rrugës. Mund të pyes? Pra, nëse ti do ta tregosh kush është tjetër gjë, po. Mund të pyes nëse ky ka qenë xhesti? Nuk du të përgjigjem kush ka qenë, sepse unë ma gjë kam luftu mrenda me vetën dhe kam luftu shumë pas bigut. Ke luftuar pas bigut? Po. Në që kuptim ke luftuar pas bigut? Kam luftuar mos të dashuroj dhe mos të shoh as. Shiko, Gjeneta, dashuria nuk funksionon kështu që ti i thua zemrës, mos dashuro dhe ajo nuk dashuron. Luftoj me veten pastaj. Kur zemra ndjen, mund të vuash pa fund, mund të qash pa fund. Kam çik eksperiencë jetë më shumë se ti. E di pse s'po du ta them, sepse po e them por ekskluzive për ty, me gjithë respektin që kam për ty dhe gjithë këto gra këtu, edhe falenderoj shumë, sepse
Dhe familja, kur më thët, ti ke dashuruar në Big Brother, sepse ne të kemi parë ty, themi jo, sepse nuk du të pranoj. Luftoj me veten, që diçka nuk ka qenë pavarësisht që unë jam lëndu shumë kur kam dalë nga Bigu, dhe pikërisht atë person e kam pa me dikë tjetër. Që t'i bëja ato momente që ka bu me mua të mrenda, kur unë luftoja, nuk doja të jem unë ajo goca viktime që bjen në dashuri në Big Brother. Isha pak më luftëtare se ai, mund të them, në kohën e Big Brother të Kosovës, dhe nuk doja që kur të dalë unë të jem unë viktima. Doja që jashtë të njem si një lojtare, si një luftarake. Dhe ti ishe lojtare, ti shkove deri në finale, ti ishe vendi i dytë, gati e fitove atë format. Dhe kështu që me ndjenjat mia luftoja mrenda, nuk mund ta menoja që unë të dashurohem. Ka qenë vetëm Leila e vetëmja banore që kam folë me të gjere gjatë dhe kam thënë jo, nuk du ta bëj. Ti nuk doje ta pranoje? Jo. Se brenda ti dashuri ke ndjerë? Po thjesht kam ndjerë diçka. Nuk doje ta pranoje? Nuk doja, sepse të thash në Big Brother shumë qifte, pa dal njëra pale lënduar është e pamundur. Dhe nuk doja që unë të dilja prap ajo. Nuk doja që ta jepja vetën, sepse unë jam një person kur dashuroj bëm qingj. Dhe kur dola jashtë, edhe doja vetëm njëherë të takoja dhe të flasëm si që duhet, sepse kur nuk merja as një lloj telefonate, atë kohë shkur që unë isha mrenda pa të... Sepse ti nuk e dije që ai ishte këtu. Jo, nuk e dija, unë e vuajta shumë, kam qenë ditë e natë vetëm duke qarë. Po nëse gjesti do ishte duke të pritur? Pavarësisht që një takim do i kisha bë dhe do kishim folë për gjithë gjërat. Pastaj të kishte rrjedh çfarë të kishte rrjedh. Unë me atë person dhe tani dua thjesht ta kem një respekt, sepse në momentet e vështira që unë i kam pas në Big Brother, për familjen ai ka qenë aty. Dhe se harroj kur dhe jam i njohur të njëjtën. Unë mbyll sytë dhe veshët se çfarë ai ka folë në Big Brother për mua. E di që ka qenë në ndikimin e lojës dhe ka qenë në lojën e tij. Dhe shqyqër që ati ju shpërbly me fitoren. Por, unë ditë them realisht, po ta them për herë të parë që kam qenë shumë e lënduar kur kam po atë këtej. Që bënte të njëjtat gjëra? Të bëj të njëjtat gjëra. Më shkënaq shpirti kur kam pa një video, kur ai këndon këngën që ma ka dediku mu në Big Brother, Gjenki jem, por prap më ka lënduar. Sepse unë u paragjykova për ndjenjat e tina, dhe një njeri nuk mund të pëlqej në të njëjtën kohë dy persona. Mendon që ishte lojë nga ana e tij? Nuk e di, nuk mund ta them unë. Nuk e di a kam qenë unë loja apo ka qenë X persone. Pra ti nuk ke një përgjigje sot nëse ka qenë duke luajtur me ty apo me Eglin? Jo, se di. Ti se do një herë mendoj që kur është lojë njeriu nuk çon. Ai ka pas momente edhe kur ka çojt për mua, po loja në Big Brotherin e Kosovës ka qenë shumë lojë e ashpër. Me thon drejtën, unë në fillim fare kur ishim bashkë ne dy aty brenda, ishte ajo pjesa që nuk vintin të më gjuashin mu, po i gjushin këtë. Dhe unë nuk doja, unë e largoja këtë, luftoja me veten, e largoja këtë, vetëm që mos t'ju kapshin këti, sepse unë bëja një sherrë dhe hup ke esencë kush e bëri, më gjuashin vetëm të rrethi jem, të njerëzim, dhe kjo përjeton të keq. Ne kemi ndo krevetin dhe unë e di sa net ai ka qarë. Dhe unë luftoja me të. Ka qarë për ty? Ka qarë për mu, ka qarë për situatën, sepse nuk është ai personi që u zinte me dikën. Do të vetëm paqe dhe dashuri, kish gjithat energji vetëm këndonte. Edhe ty ta jepte, mos gabojmë këtë paqe dashuri, se ke thënë gjesti më qetësonte, më hiqte gjithë stresin që më jepnin banorët e tjerë, ke thënë vetë në një intervistë, dhe ndisha shumë mirë me të. Po, dhe kur më mërzitësha për fëmijët, më fal, dhe kur më mërzitësha për motrën dhe vllajën dhe nipat, ai më heqte mu gjithë, nuk di ku gjente ato veprime që ai i bënte, më heqte gjithë mërzin, por... Se ishte ajo loja kështu, po, unë gjithmonë kam pas dash që ai vetëm mos lëndohet, sepse ju gjushin gjithë njerëzit që dëshin me mra mu, ati, dhe ai e përjeton të shumë rënd. A mund të të pyes diçka shumë sinqerisht? Po.
ke 5 minuta që flet për të, por nuk ja thua fare emrin. Nuk e përmend emrin e gjestit. Pse? Të dhëmb? A? Të dhëmb? Ua, lash na. Kam pas momentet mira dhe momentet këqija me të. Du t'i mendoj vetë momentet e mira me të dhe të shofësh, nuk du t'a them këtë, po e kam të pamundur. Të shofësh njeriu që ti ke kalu kohë me të në atë gjendje si që kam pa unë herën e fundit, më ka dhimbë shumë shpirti. Dhe prandaj nuk du që të shoh që unë po flas për klikime ose për një gjë tjetër. Sepse është momenti i tij që e përjeton rënd. Por vetëm shpresoj që ai të marrë vetes sa më shpejt dhe pse është shumë e vështirë. Unë se kisha imagjinu dot jetën pa vëllain dhe motrën time. Dhe ai gjesti harmonik, ai gjesti me gjithatë energji pozitive që më jep ke mu dashuri, me pa në atë gjendje më dhim ke shumë zemra. I referohesh momentit kur e takove në ceremoninë e varritmit të për vllajin apo jo? Po, dhe kjo është arsyeja që unë nuk du të flas shumë për të. Padyshim edhe ky është moment shumë i vështirë për familjen Kelmendi, jo vetëm për gjestin, edhe unë du shumë ta respektojmë. Madje kur ndodhi ajo që ndodhi me vllajin, e kam thënë edhe në rrjetet e mia sociale që nuk është momenti për gjestin si këngëtar, është momenti për ta lënë atë familje të mbajë zi dhe të vuaj. Po për ta mbyllur këtë pjesë, unë kuptova që nga dalja jote deri më sot, përveç këtij momenti kur ti shkove për ta ngushëlluar, ju nuk e keni patur një takim me njëri tjetrin. Vetëm ju të dy që të sqaroheni. Do e doje një takim për të ulur me të, kur të vi momenti, pas një viti, pas 6 muajsh, nuk e di, që ti të flasësh vetëm me të. Të sqarohesh gjithë këto pikpyetje që mund të kesh, t'ia thuash. Është njerëzore kjo, s'ka një gjë të keqe. Po, që të kisha vazhdu jetën më e lirshëm dhe të flas vetëm me të pa qenë ai ndikim të dikujt, patjetër që po, dhe vetëm të ngelet respekti. Edhe në qoftë se nuk kemi lind për njëri tjetrin, të jetë ai respekti, sepse në fundit i kemi qenë afër njëri tjetrit në momentet të vështira. Unë dhe tani e them që në qoftë se ai më merr në telefon dhe më thotë që ka nevojë për mua, unë do jam gjithmonë për të. Po gjithmonë pa kamera. Nuk du dhe unë nga ajo ditë ka marrë shumë mesazhe, ja thash dhe Irinit, shumë gjëra që unë të flas për të. Dhe realisht më ka ardhur keq se si njerëzit mundohen të shfrytëzojnë atë moment, atë të flasin kë përqafoj ai më shumë kë më pak. Por unë mendoj që është koha që ne ta lëmë atë të qetësohet dhe ta marr veten. Do ketë kohë që ai kur të rikthehet do flas për gjithçka. Për ta mbyllur këtë pjesë edhe plus që shoh minutazhin edhe janë sekondat e fundit. Edhe për ta ndryshuar pak atmosferën. Tashmë sa muaj u bën që je pjesë e familjes së Top Channels? Je pjesë e diell e rubrikës Trotuar? Më duket që nga muaji mars. Pra, u bën goxha muaj. Si ndihesh me këto vajtje ardhjet Prishtinë-Tiranë? Po të pëlqen më shumë Tirana se Prishtina apo? Unë fatkeqësisht marr më shumë dashuri në Shqipëri se sa në Kosovë. Merr më shumë dashuri këtu. Po, njerëzit kur më takojnë dhe kur më shohin, më japin shumë dashuri, më shumë në Shqipëri se sa në Kosovë. Në Kosovë më shohin me pak inat. Nuk e di pse. Se mbajnë mend atë xhenetën e ashpër edhe luftarake brenda Big Brotherit mbase. Ndoshta. Po unë mendoj që derisa të vi një moment kur unë
të shfaqem ajo që jam, në të vërtet, dhe shofin Gjenetën me opinione të forta, sepse është vendi im i punës, ku unë të jep opinione dhe të qëndrojmë pito. Por gjë që mu më mungon më shumë të është familja e ngushtë që s'po ndoj do të shumë momente me ta. Me ta. Dhe Shiko, kam bërgjë. Këto deklaratat që ti bën aty në trotuar, janë ndonjëherë edhe çik për janë të vërteta, domethënë apo ka ndonjë që bëhet edhe çik për një çik zhurmë. Se bën her pas here ca deklarata të forta ti ose disi kështu të çuditshme, për shembull ti thua 4.000 euro më duken shumë pak se unë fitoj më shumë se 4.000 euro në muaj. Pra është e vërtet, nuk është sa për klikime. Nuk është për klikime fare. Mirë, po të pyes për kuriozitet. Po as pjesa e unazës, që unë kam marrë një unaz, unë e kam marrë ato unaz, në prepaskena, ja ku më thonë autores, me dëshmi që ajo nga kush e ka marrë dhe si e ka marrë, për mos me marrë që se kam ble fare, por personi nuk do të bëhet publikisht. Tani këtë unazën e ke marrë, po ti e ke vendosur këtë unazën? Nuk e kam vendosur këtë unazën, sepse nuk du ta vendos, po dhe personi nuk do ta marrë mrapa, sepse thet mua nuk më intereson çfarë bën ti me të. Pra ta ka dhuruar? Po. Po ju jeni bashkë? Jo. Okej, nëse mund të pyes, aktualisht je single, apo je me dikë, apo je duke u njohur me dikë? Nuk mund ta quaj lidhje, për mua lidhje është diçka shumë e madhe. Njohe jam. E kuptoj. Pra po një dikë. Edhe ja ke lënë kohës kur të vi momenti të shohësh nëse të shohim rrugës çfarë do ndodh. Mendon që kësaj radhe do nëse është ai i duri do ta japësh veten deri në fund? Unë jam person që shoh shumë detaje. E kuptoj. Dhe realisht si në shoqëri, si në të gjitha gjërat unë shoh çdo detaje dhe me pak gjëra model nga qefi edhe po vetëm theni fjalë të keqe. Për mua si gocë nuk e toleroj. Gjenki, po të tras kështu si të tret vllai. Unë nuk isha asnjë dyshim që kjo do ishte një intervistë e veçantë, por faleminderit që ti e bëre të mundur. Me gjithë çiltërsinë. Me gjithë çiltërsinë dhe dëshirën për të na rrëfyer këtë Gjenkin që nuk e kemi njohur deri më sot. Një super duar trokitje e përcjellim, por shpejt e shpejt hajde këtu, se bo më vrau regjia, se s'kemi më kohë. Një surprizë e fundit fare. Shive vetë kush është. Gjenki jam. Ti je një nga ata njerëz të rrallë që mbushë çdo vend me dritë, me energji dhe me shumë dashuri. Ta kam thonë shumë herë dhe po ta them dhe prap, që je një nga femrat më të forta që unë njoh. Jam pafundësisht mirënjohëse për gjithçka që kemi ndonë ke shoqërinë tonë, për të qeshurat me lot dhe për bisedat e gjata deri në mesnatë. Jeni femër që lufton për ëndrat e saj dhe mundohesh çdo ditë me u kanë më e mirë se t'ja. Por ajo që unë prek mu më shumë ti është zemra jote. Mënyra si e do jetën, si i do njerëzit rreth teje dhe si kujdesesh për ta. Pas gjithë asaj force që shohin të tjerët, brenda teje fshehet një shpirt i butë, i pastër dhe i ndjeshëm. Dhe unë e dua atë pjesën tënde më shumë se çdo gjë tjetër. Jam shumë e faqet kam në jetën time. Faleminderit që je ti, që më bën të qesh çdo ditë. Jeni shoqë e vërtet. Të dua shumë dhe jam pafund krenare për ty. Duhet të thoja, dëgjoje pak, se në fakt ishte një audio mesazh nga shoqja më e mirë e Gjenetës, ndje se harrova emrin. Edona. Realisht, unë kam pas shumë shoqe që si para bigut, si pas bigut të shohin për interes, nuk të jepin dashurin ato që ti meriton. Edona është një shoqe që s'ka ndryshuar si para, si pas. Nuk ka ndryshuar fare, po e du atë shumë sa që është shoqja më e vetme që bën bashkë me motrën time dhe më kritikojnë atë shumë. Shiko tani. Më kritikojnë për veshjet, për reklamat, për punën. Sot Edona nuk besoj që ka ndonjë kritik, po do të t'i thot pasi të përfundoj intervista. Ka marrë ndihmën e saj. Shiko tani, unë po përdor fjalët e Edonës, se më duhet ta mbyll. Po, të them vetëm këtë. E fundit. Të dua atë shumë sa që ti e di, pjesë mia më të mira ti i merr çdo herë.
Po besoj që pjesë tjera njerëzit duhet të meritojnë, sepse me qenë e mirë të shkelin. Gjenki, unë po përdor fjalët e Edonës, edhe po të them faleminderit shumë që na tregove një copës të shpirtit tënd të mirë sot në Luan Dopi. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi. Një super duar trokiti për cilin Xhenetën kthehemi pas pak, mos u largoni.